Të nderuar gazetar, mirë se erdhët në Ministrinë e Mjedisit. Është konferenca jone e parë për këtë vit. Është një mundësi për të bërë një pasqyrë të punës që kemi kryer, si dhe për të ndarë me ju disa prioritete dhe objektiva. Kemi përmbyllur fazën e parë të reformës së mbetjeve, që u prezantua në shtator të 2025-s. Është një angazhim i rëndësishëm për Ministrinë e Mjedisit dhe u ndërtua në fakt mbi 3 komponent kryesor, të cilët sot janë realizuar. Së pari u miratua ligji i ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve, që përditëson të gjithë kuadrin ligjor, duke vendosur rregulla të reja për një menaxhim më efikas të mbetjeve. Gjithashtu, menaxhimi i mbetjeve mbështetet tashmë mbi planifikimin afatgjat, parimet e ekonomisë qarkulluese në përputhje me standardet europiane. Së dyti, siç e dini, u miratua ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, i cili ndryshon mënyrën se si trajtohen mbetjet, veçanërisht plastika. Prodhuesit dhe importuesit kanë detyrimin për të gjurmuar produktet e tyre deri në fund të ciklit të jetës, duke marrë përgjegjësi për ndikimin që ato kanë në mjedis. Dhe së treti, në muajin janar para 2 javësh, u krijua operatori i trajtimit të mbetjeve, AKEM SHA, një shoqëri aksionere me kapital 100% shtetëror. AKEM do të udhëheqë të gjitha investimet dhe do të garantojë cilësi të njëjtë të trajtimit fundor të mbetjeve në të gjithë vendin. Bashkitë do të vazhdojnë të jenë përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve në territorin e tyre, por trajtimi fundor në landfille, në incinerator, do të kryhet nga operatori i trajtimit të mbetjeve. Me këto 3 nisma, faza e parë e reformës së mbetjeve është përmbushur në një kohë të shpejtë. Kjo na krijon tek investimet konkrete në terren, bazuar në planifikimin që kemi realizuar, dua të ndaj me ju një panoram të projekteve dhe investimeve që nisin këtë vit. Shqipëria, siç ju e dini, është ndarë në 10 zonat menaxhimit të mbetjeve dhe për secilën prej tyre ka një plan investimit të detajuar. Duke mos dashur të shkoj për çdo zonë, dua të përmend që në total këtë vit janë duke u hartuar projektet e zbatimit për zgjerimin e 4 landfilleve rajonal, ndërtimin e 7 landfilleve rajonal për mbetjet inerte, 17 stacione të transferimit do të ndërtojnë gjithashtu, 10 stacione të rikuperimit të mbetjeve, 5 qendra kompostimi në bashkitë me një karakter bujqësor, si dhe do të rehabilitohen 49 vend depozitime ekzistuese ilegale, të cilat janë në gjithë territorin e Shqipërisë. Të gjitha projektet që janë duke u hartuar këtë vit, dhe në fakt ne jemi duke i hartuar ato në bashkëpunim të plot me qeverinë gjermane, atë franceze dhe Komisionin Evropian, do të nisin zbatimin në vitin 2027, pasi financimi i këtyre projekteve është gjë i siguruar nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale dhe marrëveshjeve me Komisionin Evropian. Dua të ndalem pak në fakt tek 3 zona kyçe, që në fakt kanë edhe një sensitivitet publik, që është ai Tiranë-Durrës, sa i takon Sharrës, Fierit dhe Elbasanit. Të 3 këto zona përfaqësojnë 65% të mbetjeve urbane në Shqipëri. Për këtë, ne sapo kemi nisur bashkëpunimin shumë të ngushtë me partnerët francez për realizimin e studimeve të fizibilitetit për të 3 këto zona, me ekspertizën më të mirë europiane në këtë fushë. Kompania Sage, e cila ka fituar edhe konkursin e qeverisë franceze për të ndihmuar Shqipërinë, është nga kompanitë më të mira europiane që ka bërë ndërtimin, por edhe projektimin e këtyre impianteve në të gjithë rajonin e Evropës perëndimore, por edhe në Amerikën Veriore dhe në Amerikën Latine. Deri në fund të vitit, ne do të kemi një dokument shumë të qartë të aspektit ligjor, të aspektit teknik, të aspektit financiar, sa i takon mënyrës se si Ministria e Mjedisit do të menaxhojë së bashku me operatorin e trajtimit të mbetjeve këto 3 zona, të cilat kanë pasur një sensitivitet dhe një problematik për të cilën ne po përpiqemi dhe jemi të bindur që do ja dalim me shumë sukses për ta çuar deri në fund. Gjithashtu, dua të them që
Ministria e Mjedisit së bashku me operatorin e trajtimit të mbetjeve do të ndihmojnë edhe bashkitë sa i takon bazës materiale, konkretisht për 3 zonat e menaxhimit të mbetjeve, atë të Beratit, të Tiranë-Durrësit dhe të Dibrës, gjatë këtij viti do të dorëzohen 5.000 kontenierë mbetjesh, ku këtu përfshihen edhe kontenierët e ndarjes në burim, sepse bashkitë do duhet të nisin procesin e ndarjes në burim të mbetjeve, si dhe 40 automjete për transportin e mbetjeve, nga automjetet më të vogla për të cilat shkojnë për zonat rurale ku infrastruktura rrugore nuk është e tillë që mund të lejoj kamionët standard, ata 10 apo 12 ton për të shkuar, edhe deri tek kamionët e mëdhenj. Dhe me që po përmendim edhe riciklimin edhe koshat, dua të them se gjatë vitit të 2025 kemi nisur 2 projekte shumë të rëndësishme për ndarje në burim dhe riciklimin e mbetjeve në Shqipëri, në rang bashkie, Bashkia Berate dhe Bashkia Përmet tashmë janë kampione dhe pionere të ndarjes së mbetjeve në burim, çka kanë sjell edhe një vlerë pozitive financiare sa i takon fushës së menaxhimit të mbetjeve. Bashkia Berat, shpeshherë unë jap si shembull, para disa kohësh bëri edhe ankandin e parë publik ku mbetjet e ricikluara nëpërmjet marrjes nga koshat e përkatës në biznese, në familje të tjerë, u shitën me një çmim shumë të lartë se sa çmimi rajonal për ton i mbetjeve plastike. Ky është një model që në fakt e ka marrë përsipër edhe Bashkia Përmet dhe e çon përpara nëpërmjet edhe disa bashkëpunimeve që ka me Ministrinë e Mjedisit sa i takon ndërtimit të qendrave për riciklimin dhe për mbledhjen e plastikës. Kjo duhet të replikohet edhe në bashkitë e tjera. Bashkitë të vogla, të cilat menaxhimi infrastrukturor, menaxhimi i popullatës është më i lehtë, do duhet të nisin edhe këtë proces sa më shpejt. Normalisht, problematikë qëndron tek bashkitë e mëdha ku numri i popullatës është më i lartë dhe për këtë do të duhet edhe një ndryshim i sjelljes së qytetarëve dhe i sjelljes së konsumatorëve sa i takon çështjes mjedisore. Ndërkohë, faza tjetër që i takon reformës së mbetjeve dhe jemi pikërisht tani është transferimi i pikave fundore të trajtimit të mbetjeve nga bashkitë tek Akemi. Ky proces do të zgjasë 6 muaj dhe në fakt është një proces delikat që kërkon analizë të thelluar, financiare dhe ligjore, por është i domosdoshëm për funksionimin e një sistemi të unifikuar edhe efikas. Reforma e mbetjeve do të japë një zgjidhje më të fortë dhe ndotjes ndaj plastikës dhe jemi duke përgatitur një plan të përbashkët me pushtetin vendor. Përpara se të kaloj tek integrimi evropian, sigurisht nëse është e mundur do doja të flisja pak edhe për çështjet e ligjit të gjuetisë, që nuk liberalizohet, është keq interpretuar në disa raste, por vendos mekanizma më të fortë kontrolli, trajnimi dhe licencimi. Por këto tema do t'i trajtojnë në mënyrë më të detajuar në një konferencë tjetër për shtyp. Duke falenderuar, do doja që të nisim me pyetje nëse kemi. Zotë Ministër, përshëndetje. Ju lutem një pyetje në lidhje me sa i takon në integrimit në Bashkimin Evropian. Si po përputhet Shqipëria me kriteret dhe standardet e Bashkimit Evropian në fushën e mjedisit, cilat janë disa nga masat kryesore që po ndërmerren në këtë fushë? Faleminderit. Po, faleminderit. Atëherë, kapitulli 27 është kapitulli që shumë vende kanë pasur, që është kapitulli ndryshimit edhe ndryshimeve klimatike dhe mjedisit, është kapitulli më voluminos sa i takon në çështjes së negociatave, për disa arsye. E para, të gjitha vendet kandidate në 25 vitet e fundit, që nga viti 95 me hyrjen e Austrisë në Bashkimin Evropian, e kanë cilësuar si një nga kapitujt më të vështirë për disa arsye.
E para sepse Bashkimi Evropian I ka vendosur standardet mjedisore në një rang global në nivelin më të lartë, sepse e konsideron mjedisin një prioritet absolut. Nga ana tjetër, ky kapitull, I cili përbëhet nga 10 nën kapituj, ka numrin më të lartë të akteve të AKIS. Janë 75 akte, 46 direktiva dhe 29 rregullore, të cilat së bashku me dokumenta shoqërues të tyre përbëjnë rreth 400 akte. Është numri më I lartë I AKIS së BE-s e cila duhet të transpozohet. Dhe nga ana tjetër, nëse do duam të flasim vendet e bllokut lindor apo qoftë edhe vendet e Ballkanit të Perëndimor, gjatë periudhës së tranzicionit e kanë pasur fokusin më shumë tek zhvillimi ekonomik, zhvillimi industrial, sesa mbrojtja mjedisore apo investimet në mjedis. Dhe kjo e bën në fakt pak të vështirë aspektin financiar të këtij kapitulli. Në mënyrë që Shqipëria të realizojë të gjithë akin e Bashkimit Evropian dhe të jetë në standarde të plota me direktiva dhe rregulloret, do duhet të investoj disa miliard euro në të gjithë sektorët, duke nisur që nga industria e rëndë, më pas tek menaxhimi I mbetjeve, ujë I pishëm, ujërat e ndotur e me radhë. Dhe për këtë arsye, gjykojmë që si grup negociator kemi bërë një punë të mirë për të kërkuar periudha tranzitore pranë Komisionit Evropian. Unë nuk mund të them me detaje sepse është një dokument konfidencial çështja e negociatave, por doja të siguroja biznesin në këtë rast që nga Ministria e Mjedisit si lider I këtij kapitulli, por edhe nga unë si negociator I këtij kapitulli, janë marrë të gjitha masat për të kërkuar periudha të mjaftueshme përshtatje në mënyrë që bizneset të kenë kohën e mjaftueshme që të ndryshojnë tipologjinë e infrastrukturës apo elementet e prodhimit në mënyrë që të mos penalizohen për të qenë pjesë e tregut të përbashkët në momentin që Shqipëria do të aderojë. Aktualisht ne kemi 15 muaj që duhet të plotësojmë të 400 aktet apo të 75 direktiva dhe rregulloret brenda kuadrit ligjor shqiptar. Ne si Ministri Mjedisi, por edhe si grup negociator, sepse kapitulli 27 përbëhet nga 29 institucione, kemi planifikuar që çdo muaj të depozitojmë për konsultim publik, por edhe pranë strukturave të Komisionit Evropian, paketa ligjore çdo muaj, nga 2-3 paketa ligjore në mënyrë që të plotësojmë atë që quhet detyrimi jon për negociata teknike. Disa nga aktet për të cilat mund të ketë edhe një lloj interesi publik sa I takon, e para njëherë ka të bëjë me kodin penal. Jemi duke punuar ngushtë me Ministrinë e Mjedisit që përgjegjësia mjedisore, pjesë e direktivës së përgjegjësisë mjedisore të jetë plotësisht e parashikuar në kodin e ri penal të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu këtë muaj, në fund të muajit të shkurt, do të lançojmë paketën e cilësisë së ajrit, ku përfshihet strategjia kombëtare, ligji I ri dhe disa vendime të zbatimit. Megjithatë, ne nuk po ndalemi vetëm te ky element I aspektit të hartimit të legjislacionit, por në bashkëpunim me ministritë të cilat, si të thuash, kanë një angazhim më tepër në zhvillimet infrastrukturore dhe agjencitë përkatëse, jemi duke punuar për plotësimin e një pjese të mirë të kritereve sa I takon strategjisë detare, ujrave të ndotur, ujë të pishëm e të tjerë e të tjerë. Megjithatë, duhet ta them që integrimi evropian apo edhe aspekti mjedisor I integrimit evropian nuk është vetëm një çështje politike, është në fakt një çështje e gjithë shoqërisë, sigurisht fillon nga qeveria, pushteti vendor, bizneset dhe qytetarët. Gjatë muajit janar, kur ne patëm edhe aspektet dhe problematike me çështjet e motit, u duk shumë qartë që ne kishim një problematik në terren sa I takon mbetjeve të plastikës të hedhura kudo në territor.
Kjo kërkon një sigurisht një angazhim të plot nga qeveria dhe pushteti vendor siç ndodhi dhe gjatë muajit në fund të muajit shkurt së bashku me ministrin e pushtetit vendor do të angazhohemi dhe për një plan masash me bashkitë e vendit, por nga ana tjetër kërkon dhe një ndryshim të qasjes njerëzore në lidhje me biznesin. Nuk mundet të hedhim lart e poshtë në për territor mbetje të cilat përfundojnë në për lumejnë, përfundojnë në për kanale dhe krijojnë problematika të tilla siç ishin përmbytjet apo bllokimet e kanaleve kulluese dhe kanaleve ujitse. Sfida me Bashkimin Evropian është e madhe, por unë jam besim plot që pozicioni negociues i kapitullit 27 dhe angazhimi serioz i Ministrisë së bashku me gjithë ekspertët do e bëj një rast suksesi këtë aspekt dhe do të krijojë në fakt edhe një frymëmarrje për gjithë bizneset të cilat e shohin me pikpyetje gjithë to standarde në të gjitha fushat të cilat po vendosen për shkak të këtij procesi kaq delikat, por një procesi shumë të rëndësishëm që ne e meritojmë ta kemi dhe të jemi antar të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Pyetja e parë është në vazhdimsi të asaj që sapo thatë, në lidhje me kapitullin numër 27, folet për një angazhim bashkëshoqëror, por përmendet edhe miliarda që duhet për këtë kapitull. A ka një parashikim sot se sa është fatura financiare për kapitullin 27? Dhe pyetja dytë, mbi një vit pas sekuestrimit të 2800 ton mbetjeve të rrezikshme që u kthyen nga Tajlanda, ende mbahen në kontejner në Porto Romano. Çfarë pritet të bëhet me këto mbetje dhe cila është rruga që do të ndiqet me to? Po, faleminderit. Atëherë për të gjitha aspektet e investimit që bizneset, por edhe shteti do duhet të investojnë në vitet në vijim që të jemi 100% pro standardeve europiane, ka një vlerë të përcaktuar nga ekspertët që shkon rreth 9.8 miliard euro. Sigurisht është një shifër goxha e lartë, por kjo përfshin të gjithë fushpamjen e çështjeve mjedisore, siç e thash edhe më përpara, duke nisur që nga gjithë infrastruktura e ujit të pishëm, duke nisur nga gjithë infrastruktura e ujrave të ndotur, emisionet industriale të bizneseve të mëdha, aspektet e bizneseve të cilët janë prodhuesit më të mëdhenj të Shqipërisë, edhe duke vazhduar më pas edhe tek një direktivë shumë e re, por shumë e kushtueshme, siç është restaurimi i natyrës. Ndër vite, gjatë këtyre 30 viteve, ka ndodhur që ne kemi pasur edhe një degradim të mjedisit dhe në bazë të direktivës së re, asaj që quhet të vitit 2024, që quhet restaurimi i natyrës apo rikthimi i këtyre habitateve, sigurisht edhe ajo ka një pjesë të madhe të vlerës financiare që do duhet të angazhojë shteti shqiptar, subjektet private, në vitet në vijim, në mënyrë që ne të jemi në një standard të plot. Sigurisht, vlera 9.8 miliard euro duket jashtëzakonisht shumë e madhe, ndonjëherë të kalon edhe buxhetet shtetërore, ama duhet thënë edhe ky element që nuk është për një periudhë të shkurtër, është për një periudhë të gjatë. Ne sot kemi vende anëtare të Bashkimit Evropian që nuk janë 100% me standardet e plota të Bashkimit Evropian dhe Shqipëria do bëj rrugtimin e saj, por siç e thash, në gjatë fazës së negociatave në të cilat jemi, por edhe në prezantimin e pozicionit negociues për këtë kapitull, jemi përpjekur që periudha tranzitore me vite mjaftueshmërisht të gjata të kombinohen me të gjithë angazhimet financiare në mënyrë që ne në një periudhë të caktuar kur si antar të BE-s do duhet të verifikojmë nga Komisioni Evropian për plotësimin e këtyre standardeve, ne të jemi
në një aspekt pozitiv sa i takon tyre. Sa i takon pyetjes së dytë në lidhje me situatën e mbetjeve në Porto Romano, Ministria e Mjedisit është në dispozicion të plot të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Në vlerësimin ton, por edhe të ekspertëve teknik të Ministrisë së Mjedisit, janë 2 rrugë që mund të ndiqen, megjithatë do duhet të shohim edhe vendimarrjen e kësaj agjencie, por dhe të instancave ligjzbatuese. E para, nëse do të vlerësohet që do të ketë një eksport të këtyre mbetjeve për të azgjësuar në subjekte të huaja, Ministria e Mjedisit do të angazhohet me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të sekuestruara për të plotësuar gjithë dokumentacionin ligjor për ta kryer këtë proces. Ndërkohë, nëse në vlerësimin e ekspertëve të agjencisë, por edhe të instancave ligjzbatuese, do duhet që këto mbetje të azgjësohen në territorin e Shqipërisë, Ministria është e gatshme po ashtu të japi mbështetjen e saj me gjithë subjektet private që janë në Shqipëri dhe që operojnë në vendin tonë, që kanë kode përkatëse për azgjësimin e këtyre tipologjive mbetjesh. Unë jam i bindur që për shkak edhe të sensitivitetit të procesi, do jetë një proces transparent. Ne jemi në një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me Agjencinë e Pasurive të sekuestruara dhe vlerësoj se do shkojë çdo gjë sipas ligjit edhe sipas standardeve që duhet. Faleminderit. Zoti Ministër, që është e vërteta, kemi pasur dhe më herët nisma për të bërë trajtimin fundor të mbetjeve, por duhet pranojmë që kanë qenë të dështuara. Si do t'ja arrini këtë herë që të kenë sukses në terren dhe vërtet të ndiqet e gjithë procedura deri në fund? Po, faleminderit. Për këtë arsye, në fakt në shtator u prezantua edhe reforma e menaxhimit të mbetjeve, një reformë që personalisht në ndjem shumë mirë sepse kam qenë dhe një nga autorët e saj. Kjo bëhet duke patur siguri tek standardet edhe tek partnerët. Sot që flasim, pse u ndërmor në fakt reforma e menaxhimit të mbetjeve. Sot që flasim në Shqipëri, trajtimi fundor i mbetjeve në disa zona të caktuara ka metoda të ndryshme. Kështu që për këtë arsye u krijua dhe operatori i trajtimit të mbetjeve në mënyrë që të gjitha mbetjet duke nisur nga Bushati në veri, që është landfilli më verior që kemi në Shkodër, deri në Bajkaj në Delvin, të kenë të njëjtat standarde mjedisore sa i takon në trajtimit të mbetjeve. Nga ana tjetër, të gjithë kompanit që po analizojnë dhe po hartojnë projektet e zbatimit për gjithë infrastrukturën e re, sepse ne këtu po flasim për një infrastrukturë komplet të re që do jetë operacionale nga viti 2028 e tutje, janë duke u bërë me kompani të huaja, në bashkëpunim me qeverinë gjermane dhe qeverinë franceze, në mënyrë që të kemi ekselencën sa i takon mënyrës se si duhet të ndërtohet, por edhe të operohet një landfill apo një impiant i trajtimit fundor të mbetjeve. Kjo nuk ka ndodhur në të shkuarën, për shkak të shumë arsyeve, për shkak edhe të fragmentarizimit të mënyrës se si trajtohen mbetjet, por nga ana tjetër edhe për shkak se barra që ishte lënë bashkive sa i takon marrjes së mbështetjeve financiare apo dhënjes së financimeve për këto landfille rajonale, ka qenë e tillë që bashkitë nuk mund ta përballonin me buxhetet e tyre. Për këtë arsye, Ministria e Mjedisit në këtë mandat qeverisës me një funksion të plot për menaxhimin e integruar të mbetjeve duke përfshirë dhe infrastrukturën, po ecëm përpara me këto projekte në bashkëpunim të plot me gjithë partnerët që të kemi standardet më të mira për trajtimin fundor të mbetjeve. Thënë kjo, siç edhe prezantova,
pasja e një konglomerati apo një diversiteti të gjithë këtyre stacioneve, si që janë stacionet e kompostimit, si që janë stacionet e rikuperimit të materialeve, apo edhe ato të riciklimit, bën që për tipologji të ndryshme bashkish, numri apo sasia e mbetjeve që do të shkojnë në landfillin fundor të jetë sa më i vogël dhe landfilli të jetë sa më i gjatë. Dhe për bashkitë bujqësore, patjetër që stacionet e kompostimit janë një domosdoshmëri, janë një ekonomi sepse krijojnë plehun biologjik për të përdorur më pas në bujqësi. Apo gjithashtu siç janë ato bashkitë të cilat kanë një karakter turistik, stacionet e riciklimit për shkak të konsumimit të madh të produkteve me përmbajtje plastike nga turist apo dhe nga zhvendosja e popullatës në sezone të caktuara është një domosdoshmëri. Kjo do e bëj, si të thuash, gjithë organigramën dhe strukturën e menaxhimit të suksesshme. Dhe diçka për ndarjen në burim të mbetjeve, ku do të jenë të përfshirë dhe qytetarët, atë përdoruesit, si do të arrini këtë? Duke i hequr bashkive funksionin apo barrën të angazhimit financiar për mirë menaxhimin e landfilleve dhe besoj se jemi koshient që ndër vite problematika kryesore kur lidhe me çështjen e mbetjeve kishte të bënte kur një landfill merrte zjarr apo kur nuk menaxhoi siç duhej. Duke hequr këtë barrë dhe duke marrë këtë barrë në qeverinë qendrore nëpërmjet operatorit të trajtimit të mbetjeve, bashkitë e kanë shumë të lehtë angazhimin për të prezantuar ndarjen në burim tek qytetarët. Kjo nëpërmjet edhe mbështetjes që marrin çdo vit nga qeveria, granti pakushtëzuar për menaxhimin e integruar të mbetjeve çdo vit më shumë rritet. Këtë vit vetëm për këtë proces u është angazhuar bashkive 10 milion euro në mënyrë që ata të krijojnë gjithë infrastrukturën e duhur sa i takon koshave e të tjerë për të prezantuar ndarjen në burim. Por ndarja në burim nuk mundet të jetë vetëm me investime, duhet të jetë edhe me ndërgjegjësim. Dhe këtu në fakt një rol shumë të rëndësishëm ka edhe media, dhe në fakt do doja të ftoja gjithë mediat, si dhe ju që jeni prezent këtu, që aspektet e ndarjes në burim dhe të qenit miqësor me mjedisin të jenë tema të cilat të diskutohen si në emisione të caktuara, por edhe si kronika në lajme që her pas here edhe një kritik apo një kronik përkatëse ndihmon në ndërgjegjësim edhe në përmirësim të situatës, si nga qytetarët, por edhe nga instancat publike. Faleminderit. Edhe një pyetje të fundit për detyrimet që kanë bizneset. Çfarë duhet të investojnë, çfarë kostosh do ketë për biznesin integrimi në Bashkimin Evropian? Sigurisht, standardet mjedisore janë investime në infrastruktura të teknologjisë fundit, që janë të kushtueshme, por varion nga tipologjia e bizneseve. Kemi biznese të mëdha, të cilat bien në hinkën e direktivës për emetimet industriale, që është një direktivë shumë e kushtueshme sa i takon gjithë infrastrukturës që duhet të ndryshojë. Nga ana tjetër kemi biznese si prodhues dhe importues të cilët do duhet të zbatojnë përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, pra ata të cilët importojnë një shishe plastike në Republikën e Shqipërisë do duhet ta ndjekin këtë deri në fund të jetës. Dhe kjo krijon sigurisht edhe një lloj angazhimi financiar ekstra për këto biznese. Ajo çfarë ne jemi duke bërë si ministri gjatë këtyre muajve dhe në fakt e nisëm javën e shkuar është jemi duke bërë tryeza të dedikuara me gjithë grupet e bizneseve që preken nga standardet mjedisore. Të parët ishin ata që janë me përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, në mënyrë që t'i përgatisim për tipologjinë e infrastrukturës që duhet të kryejnë, por edhe për angazhimet që duhet të marrin. Gjatë javëve në vijim, do vazhdojmë me bizneset e mëdha
për emetimet industriale dhe gjithë infrastrukturën dhe aty në fakt do të ketë një angazhim pak më të shtuar nga bizneset sa i takon ndryshimit të mënyrës apo supply chain apo mënyrës së prodhimit që ata kryejnë në mënyrë që të jenë brenda standardeve. Thënë kjo, duhet jemi edhe pozitiv për faktin që kjo nuk do jetë vetëm një angazhim nga buxheti i privat i bizneseve, por me hyrjen në Bashkimin Evropian, patjetër ka dhe të gjitha apo ato që quhen fondet e kohezionit që jepen në formë grantesh apo kredish të buta nga Komisioni në vlera të konsiderueshme që këto biznese të shkojnë në standardet e duhura mjedisore. Kështu që është një rrugë e gjatë, por gjykojmë që po ta fillojmë hap pas hapi duke vendosur një tull sot edhe një tull nesër, besoj se do arrijmë të jemi të suksesshëm që biznesi shqiptar mos të vuajë pasojat e hyrjes në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Shumë faleminderit të gjithëve. Besoj do shihemi në javët në vijim për një konferencë edhe më të bukur se i takon pyjeve dhe ligjit të famshëm të gjuetisë. Faleminderit.